Okej, sot tema që do të trajtojmë ka të bëj me trajnimin. Është një temë që për ne të MMO sigurisht që e kemi për zemër, sepse besojmë dhe përbën bazën dhe themelin të themi të gjithë aktivitetit ton profesional. Mendoni për një moment sportistët. Sa kohë i kushtojnë ata stërvitjes? Sa kohë i kushtojnë kampionët, ata që janë kampion stërvitjes? A stërviten çdo ditë apo jo? Lina, unë do ta bëja një raport 90 me 10. Pra 90% stërvitje, 10% është pjesa e ndeshjes. Okej. Pra pjesa më të madhe të kohës së tyre ata e kanë stërvitje. Askush nuk bëhet kampion duke garuar. Kampionët gjithmonë krijohen nëpërmjet orëve të panumërta të përgatitjes apo stërvitjes së tyre. Pikërisht për këtë arsye dhe titulli që kam zgjedhur unë sot është trajnohuni për të arritur suksesin. Dua t'ju bëj një tjetër pyetje. Sa prej jush ja regjistruar ndonjëherë në palestër? Kush është regjistruar në palestër? Ne vazhdojmë palestrën, jo jemi regjistruar. Shumë mirë. Okej. Gjeni? Është regjistruar. Jam regjistruar shumë herë. Shumë herë. Dhe Sara, e regjistruar një në palestër? Jo, se di se të shkoj. Eriona, një tjetër këtu. Unë registruar 2-3 herë. Okej. Do kemi tjetër. Kemi nga Berati. Mirë. Okej. Edhe sa për jush kanë filluar me entuziazëm, kanë shkuar disa herë, pastaj një herë po, një herë jo, derisa në fund e kanë ndërprerë. Besoj na kanë ndodhur gjithëve. Përveç Ervinit që thotë Ervini unë vazhdoj të shkoj. Apo jo Ervin? E njëjta gjë ndodh edhe me sfidën që kemi nisur, ëh. Pra, e nisëm me entuziazëm ditën e hënë. Ditën e martë na ra pak e entuziazmi, ditën e mërkurë kemi marrë prapë entuziazmin, e kemi arritur. Mendoj se shumë prej nesh pra e kanë përjetuar këtë lloj situate. Regjistrimi në palestër është i lehtë apo në sfida. Sfida e vërtetë është në fakt vazhdimësia, konsistenca. E njëjta gjë që ndodh edhe me profesionin tonë. Të marrësh pjesë në një trajnim është e rëndësishme, por ajo që bën diferencën është që ta kthesh trajnimin me një zakon tëndin të vazhdueshëm. Pra ti je gjithmonë pjesë. Suksesi nuk është rezultati i një veprimi të vetëm, por i veprimeve të vogla të përsëritura çdo ditë. Ashtu siç edhe muskujt tonë forcohen nëpërmjet atyre ushtrimeve, stërvitjes së vazhdueshme, edhe aftësitë tona profesionale zhvillohen nëpërmjet mësimit, praktikës dhe përmirësimit. Po gjithmonë kjo duhet të jetë e pandërprerë, pra duhet të jetë e vazhdueshme. Prandaj pyetja që duhet i bëjmë gjithmonë vetes tonë është a kam marr pjesë, nuk është a kam marrë unë pjesë, a shkoj unë në palestër, a kam marrë unë pjesë në një trajnim, por sa po investoj unë për të zhvilluar veten time çdo ditë. Sa po investoj unë për një performancë time të mirë në punë, sa po investoj unë për një performancë time trupore, nëse do ta lidhim me trajnimin me palestrën. Ndaj them që MMO-ja është si palestra, madje është palestra e agjentëve më të mirë, atyre pra që janë elitarë. E gjithë skuadra e MMO-s, së bashku me të gjithë produktet e saj, është këtu vetëm për një qëllim, t'ju ndihmoj që të rriteni profesionalisht, të zhvilloni potencialin tuaj dhe të arrini rezultate gjithnjë edhe më të mëdha në karrierën tuaj imobiliare. Është e rëndësishme të theksojmë se ato punë që duhet ta bëjmë vetë, askush tjetër nuk mund ta bëjë për ne. Askush nuk mund të bëjë ushtrimet në palestër në vendin tonë. Apo jo, a është kështu? Le të themi se dëshira për ndryshim
na jep shtysën e parë për të filluar, pra është ai entuziazmi i parë që ne kemi, ashtu siç u bashkuam edhe te sfida, por stërvitja e vazhdueshme është ajo që na sjell rezultatet. Pra, entuziazmi na bën që të nisim rrugtimin tonë, ndërsa disiplina është praktika që na çon në destinacion, atje ku ne duam të arrijmë, pra tek objektivat tonë. Në fakt, coaching nuk është një shkop magjik që transformon me njëherë rezultatet tona. Coaching është palestra. Është vendi ku ne mësojmë të ushtrohemi, ku gabojmë, ku përmirësohemi, edhe aty ku rritemi. Rezultatet nuk na dhurohen, ato i paguajmë gjithmonë me monedhën e angazhimit, të kohës tonë dhe të përkushtimit që kemi ne ndaj punës. Apo jo? Por çfarë stërvitet në palestrën tonë të MMO-s? Në MMO stërviten kompetencat. Sepse suksesi në pasuritë e paluajtshme nuk është çështje fati, por është çështje aftësish të zhvilluara këto gjithmonë në kohë, me kalimin e kohës. Për këtë arsye, kemi në dispozicion, në MMO, kemi disa kurse live, kemi kurse online, kemi kurse të regjistruara, organizojmë workshope, organizojmë networkshopet, që i dini besoj ata që kanë marrë pjesë, që janë trajnime në cilat ne bëjmë telefonata direkte me klientët. Bëjmë role play, ku teoria kthehet totalisht në praktik. Pra, dhe skriptet që disponojmë i konsiderojmë si ushtrime në palestër. Nëse i bëjmë keq, vrasim muskujt. Nëse i bëjmë mirë, arrijmë rezultatet që duam. Sepse mund ta marrësh në dorë një skript, por mund të mos e ushtrosh atë. Edhe të thuash ky skripti nuk funksionon, nëse se provon. Në fakt, e vërteta është që nuk je ushtruar, nuk e bërë role play, nuk e ke përdorur të skriptin, sepse nuk mjafton që ta dish diçka, se çfarë duhet bërë. Duhet të stërvitesh derisa ta bësh natyrshëm edhe me profesionalizëm ta kthesh në tënde në atë gjë. Pra ato skripte të bëhen të tuat, jenë normale kur ti i thua. Ashtu si në palestër, nuk mjafton të lexosh një libër për muskujt për të bërë më i fortë, edhe në profesionin tonë nuk mjafton të dëgjosh një trajnim për të bërë i suksesshëm. Diferencën e bën gjithmonë praktika e vazhdueshme. Sepse siç e themi shpesh në MMO, një gjë është të dish, një tjetër gjë është të dish të bësh, dhe komplet gjë tjetër të dish ta bësh mirë. Pra, kjo e fundit e bën gjithmonë diferencën. Pra të dim ta bëjmë mirë. Çfarë është role play? Role play është simulimi që bëjmë me kolegët për të praktikuar sfidat reale që hasim me klientët. Pra është një mënyrë për të stërvitur komunikimin ton në një mjedis të sigurt, pra aty në zyrë me kolegët tanë, para se të përballemi me situatat e vërteta në treg. Kur simulojmë biseda me klient shitës apo vëmblerës, kundërshtimet apo negociatat, ne bëhemi edhe më të sigurt tek vetja, më të fortë, më efektiv në komunikimin tonë. Pra jemi më të sigurt kur përballemi pastaj me situata reale me klientët. Sa më shumë të ushtrohemi, aq më natyrshëm reagojmë kur gjendemi përballë një klienti. Kur praktikon role play nga ju me kolegët? Asnjëri? Që kemi krishtur në këtë pikë. Po, unë po bëj disa kohë që nuk e praktikoj. Duhet bërë role play, do t'ja u vë në sfidë tash pjesës që janë bashkuar sfidës. Sepse të ushtrohesh vetëm është më e vështirë, pra ta bësh vetëm është e vështirë, ndërsa përballja dhe krahasimi me kolegët na sfidon, na stimulojnë të gjejmë përgjigje më të mira, të reagojmë më shpejt dhe të mësojmë nga njëri tjetri. Kur kemi një skuadër, edhe disiplina e stërvitjes bëhet çik më e lehtë, sepse e bëjmë të gjithë me të njëjtën frymë. Jemi të gjithë të gatshëm që të praktikojmë, jemi të gjithë të gatshëm që
të mësojmë se si t'i përballojmë kundërshtimet e klientëve. Dhe rezultatet që arrim më pas sigurisht janë një pasojë drejt për drejt e këtyre praktikave apo orëve të stërvitjes apo të ushtrimit të skriptave që ne përdorim. Mendoni për një moment palestrën. Ka njerëz që shkojnë 2 herë, 3 herë, apo dhe 4 herë në javë, madje edhe çdo ditë. Pa e marrin të gjithë të njëjtin rezultat? Si mendoni? Sigurisht që jo. Të fillosh është relativisht e lehtë. Shumë njerëz e bëjnë të hapin e parë, e fillojnë një herë, e marrin iniciativën, por pastaj për të vazhduar, për të qenë konstant dhe për të rezistuar kur vështirësitë na shfaqen para, të nuk e bëjnë të gjithë. Nuk rritemi kur gjithçka është e lehtë. Rritja vjen pikërisht atëherë kur ne përballemi me sfida. Dhe dhimbja e sotme është fitoria e nesërme. Pra nëse ne do të na dhëmbi diçka sot, nëse muskujt tonë do dhëmbin sot sepse ne kemi punuar me ta, fitoria jonë do jetë nesër. Nëse ne bëjmë role play sot, ne nesër dimë se si të përgjigjemi kundërshtimeve të klientëve. Në sport thuhet shpesh se gara nuk fitohet ditën e garës. Ajo fitohet gjatë ditëve, javëve, muajve të stërvitjes që i paraprin asaj. E njëjta gjë ndodh edhe me profesionin tonë. Pra, nëse ne nuk paguajmë çmimin e disiplinës për të qenë disiplinuar, do të paguajmë në fund çmimin e keqardhjes. Do bëhemi pishman, do themi pse se bëm. Shpesh i duam rezultatet me një herë, duam që, sa të bëjmë një herë role play, apo 2 herë, apo 3 herë, dhe themi që ja arritëm. Por jo, duhet të shohim ndryshimin, duam që ta shohim ndryshimin sot, por prioritet në fakt i korrim nesër, jo sot. Por sipas jush një atlet për shembull, arrin kulmin e tij të performancës me një herë apo jo? Jo. Ajo. E arrin atë nëpërmjet sigurisht konsistencës, disiplinës, përkushtimit të përditshëm. Edhe një agent elitar nuk mund të ndërtohet brenda ditës. Ai ndërtohet gjithmonë nëpërmjet trajnimit të vazhdueshëm, praktikës së përditshme të punës, vendimit për të mos u dorëzuar kur të tjerët ndalen. Sa herë ju themi mos u dorëzoni, mos u dorëzoni, mos u dorëzoni. Next, next, next. Shikoni një klient tjetër, ndoshta një leads tjetër që mund të vijë, shikoni transaksionin tjetër të radhës, pra mos u ndalni. Suksesi nuk është një ngjarje, suksesi është rezultat gjithmonë i një stërvitje të vazhdueshme. Dhe MMO-ja është palestra ku ne stërvitemi çdo ditë për të arritur ato. Dhe jo rastësisht e nisa edhe këtë sfidën që kam nisur ditën e hënë dhe që shumë prej jush janë bashkuar, sepse na duhet patjetër që ne jemi gjithmonë të angazhuar. Duhet që çdo ditë ato që kemi vendosur në sfidë ta bëjmë edhe kur jemi në sfidë. Nderina, Po, të përshëndes se u futa pak me vones, përshëndetje Alda. nga që jam dhe në punë, i përshëndes edhe gjithë kolegët e tjerë, edhe pse nuk jam agjente, unë jam Alda, edhe pse nuk jam agjente, unë jam pjesë e shitjeve dhe fushës pasurive të palyshme dhe kjo është arsyeja pse jam mes jush. E dëgjova disa herë sfidën që keni nisur të hënën, por në mungesë informacioni, nëse mundesh 2-3 sekonda, ç'është kjo sfidë më shumë interesante. Do të ta dërgoj në privat më vonë, kur të mbarojmë. Po, patjetër. Mendova se jo, nga që e përmendë 2-3 herë, thashë okay, të paktën gjatë trajnimit të kuptoj për çfarë sfide po bëhet fjalë. Kemi nisur një sfidë midis agjentëve imobiliar, që kemi disa hapa për t'i bërë çdo ditë. Okay, nga që po e përmendni dhe qartë. Kemi krijuar një me aktivitetin fizik apo? Që nga aktiviteti fizik dhe pastaj vazhdojmë edhe me super. Detyrat e ditës, me tasjet e ditës që kemi për të bërë. Okay, dashur. Ta shpjegojmë në detaje më vonë. Pra, dëshira për ndryshim na jep shtysën për të filluar, por ajo çfarë na nevojitet për të vazhduar rrugtimin cila është, pra, për të vazhduar duhet të stërvitemi, na duhet një motiv i fortë, na duhet ai karburanti që na ushqen neve çdo ditë. Cili është karburanti ynë? Si mendoni? Për disa është dëshira për ndërtuar një karrierë të suksesshme, një ëndër që dua ta realizojmë. Për disa të tjerë është
familja, për disa të tjerë është pavarësia financiare, për disa është realizimi personal, dëshira për të lënë një gjumë në profesionet e tyre, për disa është të blejnë një pronë, për disa është të krijojnë asete, për disa mund të jetë blejnë një makinë, ku diun, mund të jetë pra karburanti ynë, motivi jon është gjithmonë një qëllim, një ëndë. Secili prej nesh ka një arsye të ndryshme, por gjithë kemi nevojë për një përse. Pra, përse e bëj unë këtë gjë? Përse dal unë çdo mëngjes nga shtëpia për të shkuar në punë? Sepse kur lodhja shfaqet, kur rezultatet vonojnë të vinë, edhe kur entuziazmi fillestar na bie apo na zbet, është pikërisht ajo përseja që neve na mban gjithmonë në lëvizje. Pra, motivimi na bën të fillojmë, por ajo përseja i qëllimi ynë është ai që na bën që ne të vazhdojmë, të mos ndalemi. Për jush, mund të thonë unë nuk kam kohë për ndjek trajnimet apo kurset. Por a është e vërtet kjo? A jeni të sigurt që nuk keni kohë? Sa kohë shpenzoni gjatë ditës të kotë? Sa kohë na ikën kotë me mediat sociale? Për jush e verifikon një herë në fund të ditës telefoni se sa orë ka përdorur dhe ku e ka përdorur. Pra, gjithmonë duhet i bëjmë pyetjes, a jemi të sigurt që nuk kemi kohë? Koha është gjithmonë për të gjithë është njësoj. Tu kam zgjedhur dy tipologji agjentësh. Agjenti A, që thotë që jam gjithmonë i zënë dhe s'ka kohë. Është ai agjent që punon 10 orë, 12 orë në ditë, 6 ditë apo 7 ditë në javë, pra që përgjigjet edhe ditë të shtunë edhe ditë të diele, bën dhe takime apo shoqërime ditë të shtunë edhe të diele. Bën gjithçka vetë, vrapon pa çdo gjëje, pa gjetur kohë për veten, pra nuk i kushton vetes kohë edhe familjes. Cakton 3 takime nga 3 kontakte dhe nuk arrin të marrë asnjë listim. Shpenzon shumë kohë edhe ka pak rezultate, edhe është gjithmonë i lodhur. Vazhdon gjithmonë të jetë i lodhur, dhe agjenti B, ai që është i vetëdijshëm, pra punon 8 orë në ditë, me një performancë të lartë 5 ditë në javë dhe jep fokus atyre gjërave që janë produktive, ka një program të qartë trajnimi edhe zhvillimi personal dhe profesional. Nga 10 kontakte që mund të bëj, mund të konfirmoj 3 takime të mirë kualifikuara. Shkon gjithmonë i përgatitur në takimet me klientët, merr 2 apo 3 listime. Ditë ju thot jo aktiviteteve dhe klientëve që nuk mund t'i ndihmoj duke punuar sipas standardeve të tij të qarta, pa ka standardet vetat dhe aty ku nuk mund t'i, domethënë nuk i pranon standardet e të tjerëve dhe punon me standardet e veta dhe aty ku thot jo është jo. Kështu që ju ftoj të gjithëve dhe të bëni një pyetje vetes, okay, unë cila kategori e gjej veten nga këta të dy, tek agjenti A apo tek agjenti B. Dhe ti bësh pyetjen vetes, a jam i sigurt që nuk kam kohë? Apo ndoshta çështja nuk është e mungesa kohës, por mënyra se si zgjedhim ta përdorim atë. Sepse të gjithë thamë që kemi në dispozicion 24 orë në ditë. Megjithatë, disa gjejnë kohë për të trajnuar, për të lexuar, për të përmirësuar, për të bërë role play, për të investuar te vetja, ndërsa të tjerët vazhdojnë ta shtyjnë gjithmonë për nesër. Nëse e bëj nesër, nëse kur të ketë trajnim herë tjetër, nuk marr pjesë kësaj radhe se jam i zënë. Gjithmonë ka justifikime, sidomos unë e shoh sa herë që organizojmë neve trajnime dhe marrim agjendën telefon, jemi të parët për të dhënë justifikime dhe për të mos gjetur zgjidhje. Kështu që le të reflektojmë pak edhe të mendojmë sa kohë kalojmë në rrjetet sociale, duke parë mediat sociale, duke ndjekur, apo duke parë televizor, apo duke bërë aktivitete që nuk na afrojnë drejt objektivave tona. Nëse do investonim vetëm një pjesë të asaj kohe në zhvillimin tonë profesional, qoftë edhe duke dëgjuar një video, duke parë një video motivuese, apo duke lexuar një libër, të cilat mund ta ndikojnë tek zhvillimi jon profesional, sa më të përgatitur do ishim një vit më pas. Do ndryshonim, do ishim
më mirë, do kishim ndërtuar ca standarde më të mira, do bënim parakualifikim më të mirë të klientëve, do punonim me të gjithë klientët apo do zgjidhnim ne të punonim. E vërteta është se nuk gjejmë kohë për gjërat që janë të rëndësishme, por kohën duhet ta krijojmë ne për to. Kur diçka ka vërtet vlerë për ne gjithmonë e gjejmë mënyrën. Kur nuk është prioritet, gjejmë gjithmonë justifikime. Prandaj, pyetja nuk është a kam kohë unë për trajnim. Pyetja është sa prioriteti jap unë rritjes time profesionale. Sepse karriera që do të kemi nëse ndërtohet nga koha që ne vendosim të investojmë tek vetja jonë, varet vetëm aty. Dhe shpesh diferenca mes atyre që rriten edhe atyre që mbeten në vend nuk është talenti apo fati, por vendimi për të mësuar dhe për të trajnuar vazhdimisht. Duhet kemi kujdes, sidomos kur arrim në një pikë që është kjo pika e lartë fare, që mendojmë që i dim të gjitha, edhe mund t'i bëjmë të gjitha vetë. Aty ndihemi sikur kemi arritur majën, sikur kemi arritur gjithçka, por duhet pasur gjithmonë kujdes, sepse në majë nuk mund të qëndrosh pa lëvizur, duhet kesh një ekuilibër. Pa përpjekje të vazhdueshme, fillon pastaj dhe rënja. Të dorëzohesh sot do të thotë që të kthehesh prapa nesër dhe të ringjitesh shumë e lodhshme se sa të ngjitesh nga fillimi. Duhet pyesim veten, a jam duke u zhvilluar apo i ndjeku kurset që më ndihmojnë të përmirësohem në punën time? Nuk ka rëndësi sa kohë keni që jeni futur në sektorin e real estate-it. Nuk ka rëndësi se sa kohë keni ndryshuar mundësinë tuaj. Nëse mundësia juaj ka ndryshuar prej një dite, apo prej një jave, apo prej një viti, apo më shumë. Sepse mundësia për të rritur nuk dalet asnjëherë. As mundësia për të mësuar më shumë. E kemi gjithmonë, çdo ditë. Edhe sot e kemi. Edhe sot dikush mund ta ndiqte këtë call online, dikush e kishte mundësinë, por nuk e ndoqi. Pra kur mendojmë se nuk kemi më çfarë të mësojmë, aty fillon humbja jonë. Prandaj programoni planin tuaj edhe të trajnimeve. Për shembull, unë kam një agent që në fillim të vitit i kam të përcaktuara se kur janë trajnimet që duhet të ndjek për shembull në Pisa, kur janë trajnimet që duhet të ndjek online. Kur janë trajnimet, bëj një plan, kur janë trajnimet, cilat janë trajnimet që do bëjmë në Tiranë, cilët janë trajnerët që do vinë, që do bëjnë trajnimin. Cilat janë tematikat që duhet të trajtoj gjatë kolleve online. Pra, duhet gjithmonë të planifikojmë. Dhe nëse ne këto gjëra nuk i planifikojmë më përpara, do ja lëm pastaj rastësisë. Kur na vjen rastësia, pastaj do gjendet diçka gjithmonë për të justifikuar që nuk marrin dot pjesë. Pastaj i shohim pasojat më vonë. Pasojat i shohim që pse na u prish ky transaksioni, ku e bëm gabimin. Do njerë mund thoni këtë gjë e di, e kam parë, më parë, e kam dëgjuar. Por ju ka ndodhur të lexoni një libër edhe kur e rilexoni të zbuloni për shembull gjëra të tjera që nuk i kishit kapur për shembull më përpara. Gjithve i ndodh. Nëse e rilexon një libër, e kupton që për shembull të kishte kaluar diçka që nuk e kishte kapur më përpara, që mund të kishte qenë më një gjë e rëndësishme. Dhe kur e rilexon, e kupton që s'e ke lexuar aq mirë sa herën e parë. Pikërisht e njëjta gjë ndodh edhe me mësimin, pra edhe me trajnimet. Çdo herë që ti bën një trajnim, kupton diçka më shumë. Kështu ndërtohen konceptet e reja që ju mundsojnë edhe që të ngjisni shkallët çdo ditë në profesionin tuaj. Da ju them, bëni një program tuaj për trajnimet, programoni planin, konsultoni me një broker të zyrës ose me një trajner, vendosni se cilat janë ato aftësitë që ju doni të përmirësoni, aty ku duhet të zhvilloheni më shumë,
Regjistrohuni në për kurse, ndiqni kurse online, kurse në prezencë, programoni që të bëni role play me kolegët. Trajnueset nuk mund të vrapojnë për juve. Gara është e juaja, mbetet gjithmonë në duart tuaja. Kështu që duhet jeni ju personi që i jepni forcë vetes tuaj për të ndryshuar veten tuaj. Trajnuesi mund të bëjë një herë një trajnim, një herë, 2 herë, 5 herë, 10 herë, po nëse si juve në qëllimin tuaj nuk është dëshira për të përmirësuar, nuk është dëshira për t'i aplikuar ato që mësoni, pastaj tu është problemi i juaj, jo i dikujt që do t'ju japi diçka. Pastaj Okej. çfarë thot vllai? Si? Pastaj them çfarë thot vllai. Po, pastaj kur thot vini. Po. Okej, ky ishte ky 30 minutë për ditën e sotme. Shpresoj t'ju kem bërë pak të reflektoni. Faleminderit gjithë që ishit pjesë ditën e sotme. Faleminderit dhe atyre që sot bën sforco më të madhe për të qenë prezent në sfidën e mëngjesit. Edhe ju uroj suksese në fazat e tjera të ditës edhe të sfidës që keni për të bërë. Edhe dëgjohemi sërish në kollin online të ditës së mërkurë të ardhshme. Besoj se do jetë Gjensila herën tjetër. Dhe me ata që jemi pjesë të sfidës, do shihemi sërish, do dëgjohemi sërish sot në darkë për ecurinë e ditës edhe për raportimet. Ju uroj gjithë ditë të mbarë. Faleminderit Edhe Blerina. suksese. Na motivove me mëngjes. Faleminderit edhe Faleminderit. të Ju uroj ditë të mbarë të gjithëve. Ditë të mbarë.